Kurani është përkujtues për të gjitha botërat. Ky, Kurani, nuk është tjetër, vetëm se këshill për botërat, Sure Sad 87. Gjykimet e Kuranit, librit unik të urtësisë, që Allahu e dërgoi si përkujtues për të gjitha botërat, do të blejnë deri në ditën e gjykimit. Mirëpo disa njerëz jo të sinqertë, të cilët sajojnë arsyetime për të mos ju bindur gjykimeve të tij, padrejtisht pohojnë se Kurani drejtohet vetëm një periudhë të caktuar dhe vetëm shoqërisë arabe të asaj kohe. Sipas këndvështrimit të cekët të tyre, disa prej mendimeve të tij mund të mos merren parasysh, duke qenë se Kurani qëndron mbi gjithë kohrat dhe vendet, është përkujtues për të gjithë njerëzit, për jetën e amshueshme dhe i thërret ata në rrugën e drejtë, siç lexojmë. Dhe se ajo, shpallja, është lëvdat e madhe për ty dhe për popullin tënd, dhe për këtë lëvdat më vonë do të përgjigjeni. Surja Zukhruf 44. Dhe prandaj njerëzit do të thirren që të japin përgjegjësi për veprimet e tyre në jetën e përtejme, në ahiret, me urtësinë e tij unike dhe superiore, informacioni që përcjell për të kaluarën dhe të ardhmen, si dhe stili i tij, i cili mënjanon harresën dhe sjelljen e bërë të zakonshme. Kurani është libër i pashoq, i pakrahasueshëm. Kjo veti unike vlen për të gjithë njerëzit e cilët janë krijuar që nga shpallja e tij dhe të cilët do të krijohen deri në ditën e gjykimit. Citimet në vazhdim nga Bediüzzaman Said Nursi konstaton se urtësia e Kuranit është e amshueshme. Njerëzit e të vërtetës dhe dietarët këmbgulës, ata thonë, Kurani është një tesar i pafund dhe i pashtershëm, përveç nënshtrimit dhe pranimit të çështjeve të vendosura dhe të pakundërshtueshme. Secila epokë pranon po ashtu pjesën e saj të vërtetave të fshehta të saj në formën e një shtojce. Nuk mund të futet pa leje në pjesën e një tjetre, e cila është e fshehtë. Bediüzzamani, i cili gjithashtu përmendi ndikimin e Kuranit në njerëz, e përshkruan këtë ndikim si vijon. Kjo është rinia e Kuranit. Ai ruan freskinë dhe rininë e tij në secilën kohë, sikurse të ishte shpallur ishtas. Në të vërtetë, Kurani duhet të ketë rini të përjetshme, pasi që, si adresë para përjetësisë, i drejtohet për një herë të gjithë njerëzve të secilës kohë. Vendimet dhe ligjet e Kuranit janë aq bindse dhe të zbatuara, sa që forcohen vazhdimisht me kalimin e shekujve. Bediüzzamani më tutje konstaton se Kurani është një libër i pashoq që nuk mund të zbëndsohet me asnjë libër tjetër. Kurani as e si, as nuk ka, as nuk mund të ketë asnjë të barabartë. Absolutisht, asgjë nuk mund ta zërë vendin e kësaj mrekullie më madhështore. Për më tepër, ai tregon stilin e tij madhështor, të bukur dhe origjinal, të cilin askush s'mund ta imitojë, edhe pse e kënaqet çdo kënd. Kalimi i kohës nuk bën që stili i tij të vjetërsohet. Ai gjithmonë mbetet i freskët dhe i ri. Proza e tij dhe renditja e fjalëve janë aq mirë të radhitura, saqë është si i lartë ashtu dhe i këndshëm. Për falltarët dhe parashikuesit, profetizuesit e tjerë të padukshmes, shfaq mënyrën e tij të mrekullueshme në njoftimet e tij të mrekullueshme në lidhje me të padukshmen. Për historianët, ai shfaq natyrën e tij të mrekullueshme duke dhënë informata në lidhje me ngjarjet e kohërave të kaluara, si dhe për ngjarjet e së ardhmes dhe për mbretërinë, jetën e ndërmjetme dhe për ahiretin, jetën e përtejme. Për shkencëtarët social dhe politik, tregon natyrën e tij të mrekullueshme në parimet e tij të shenjta. Për njerëzit e pajisur me dieni prej Allahut dhe me të vërtetat kozmike, ai tregon natyrën e mrekullueshme të vërtetave të shenjta hyjnore. Përndryshe, tregon për ekzistencën e kësaj natyre të mrekullueshme. Për secilën prej kategorive të njerëzve, hap një dritare dhe shfaq natyrën e tij të mrekullueshme, madje edhe njerëzit e rëndomt, të cilët vetëm e dëgjojnë Kuranin duke kuptuar pak nga domethënia e tij, vërtetojnë se nuk kanë ngjashmëri me asnjë libër tjetër. Përgjegjësia parsore e secilit person është i shërbej Allahut. Vetëm kthimi drejt Allahut me zemër të sinqertë dhe marrja e Kuranit si udhërrëfyese mundson këtë. Secili person duhet ta marrë këtë përgjegjësi dhe me vendosmëri ta përqafojë Kuranin. Në surën Hashr, Allahu rrëfen superioritetin e Kuranit dhe shpjegon se çfarë përgjegjësie e madhe është që Kurani të merret si udhërrëfyes. Sikur ne ta zbritnim këtë Kuran mbi ndonjë kodër, do ta shihej atë të strukur e të çarë prej frikës nga Allahu. Ta janë shembuj që u ashkoqisin njerëzve, që ata të mendojnë. Sure Hashr 21.